Në fund të fundit, integrimi nuk është vetëm institucional, është intelektual, është kulturor, është njerëzor. Urat e njohurisë rezultojnë më të qëndrueshme se sa ato të çelikut, dhe bashkëbisedimet midis shoqërive shpesh shkojnë përtej marrëveshjeve midis qeverive. Pra, ne jemi thellësisht të angazhuar ndaj integrimit në Bashkimin Evropian dhe Shqipëria sot bazuar në barometrin evropian, jo çfarë mendoj unë, është shoqëria më pro-europiane e kontinentit. Dhe ju kanë thënë, jemi të dashuruar. Kështu që nga Koreja e Veriut e Europës në një vend kandidat për NBE dhe aleat i NATO-s në harkun e një jetë të jetuar është diçka mjaft e rëndësishme. Dhe nga hijet e revolucionit kulturor të vlerat e Europës demokratike, nga një vend që dikur i trembej botës në një vend të vendosur për të kontribuar për botën, është vërtet diçka. E ky rrugtim na ka mësuar diçka të thjeshtë, shumë të thjeshtë, por të rëndësishme. Historia mund të formësoj një komb, por nuk duhet të përkufizoj fatin e tij. Dhe Japonia është ndoshta shembulli më i shkëlqyer i kësaj. Isha mjaft i vetëdijshëm që duhet ta mbaja këtë fjalë të premten, dhe premtja është shumë e rrezikshme për të mbajtur fjalime, sepse të gjithë mezit shpresin të largohen nga ndërtesa në vend që të dëgjojnë leksion. Bëra maksimumin që të jem serioz si shpritet një lektor, por edhe të mos ju jap leksione, siç nuk e prisnit. Kështu që këtu i përmbyll komentet e mia dhe natyrisht do të jem më së i lumtur t'i përgjigjem çdo pyetjeje që ju keni, e me shumë kënaqësi do t'ju ftoja të gjithëve ju japonezë që jeni këtu të vini e të vizitoni vendin tonë. Më vjen keq që nuk ja dolëm të sillnim ca diell në Tokyo, sepse kemi shumë diell në shtëpi, kështu që ejani ta shijoni. Ndërsa ushqimi juaj nuk ka të dytë, po sërish ne kemi ushqimin më të mirë në Ballkanin Perëndimor.